Krenaria e një gomari, një tregim që të bën të mendosh. Në një fshat të qetë me skodrave të gjelbërta, jetonte një gomar i vogël me babain e tij. Ato jetonin së bashku me një grup të mëdhenj gomarësh në një stall të madhe. Çdo ditë të dy ngrihesin herët në agim, duke bartur barë të rënd për njerëzit, duke ndihmuar në fushat me diell dhe nën shi, pa u ankuar asnjëherë. Gjithçka shkonte mirë, derisa një ditë babai vuri re diçka. Ai pa që biri i tij i dashur nuk e kishte prekur Elbin e mëngjesit. Biri im, pse nuk po ha? Je i lodhur? Të mungon diçka? Gomari i vogël uli kokën, shikoi me trishtim Elbin përpara dhe tha: Baba, nuk dua të jem më gomar, nuk dua të ha, nuk dua të jetoj kështu. Babai u shtank për një çast, e shikoi me dhimbje dhe e pyeti me një zë të ngrohtë. Çfarë po të mungon, biri im? I ke të gjitha, pse trishtohesh? Gomari i vogël nisi të fliste me lot në sy. Baba, ne bëjmë gjithçka për njerëzit. U bartim ngarkesat, i ndihmojmë në ar, në mal, në çdo mod. Nuk ankohemi, nuk flasim keq për askënd. Jemi të duruar, por kur njerëzit duan të fyen dikë, e quajnë gomar. Kur duan të tallin dikë, thon: Po gomari je ti? Pse baba? Pse ka shumë urrejtje për ne? Babai u afrua pranë tij. Me qetësi i tha: Po, të kuptoj birë. Edhe unë e kam menduar shpesh këtë. Njerëzit janë të çuditshëm, por më lejo të bëj disa pyetje. A ke parë ndonjë gomar të vjedh ndonjëherë? Jo, baba, u përgjigji vogli. A ke parë ndonjë gomar të mashtroj, të gënjej për përfitime personale? Kur? A ke parë ndonjë gomar të nxis luftë, të përçaj njerëzit, të shtyp të doptit? Asnjëherë. A ke parë ndonjë gomar të shaj, të përgojoj, të ketë urrejtje ndaj një tjetri? Jo, baba, kur? Babai e shikoi në sy dhe tha: E po ja, biri im, ne jemi të pastër në zemër, ne jemi të duruar, të përullur dhe të dobishëm. Dhe pikërisht sepse ne jemi ashtu siç duhet të jenë njerëzit, ata ndihen keq dhe përdorin emrin ton për të ofenduar njëri tjetrin, sepse nuk kanë mësuar ende vlerat që ne i mbartim çdo ditë. Pra nuk duhet të tërpërohem që jam gomar, apo jo? U tha i vogli. Përkundrazi, biri im, duhet të jesh krenar, krenar që i një qenie që jeton me thjeshtësi, me nder, me ndihmë për të tjerët dhe me heshtje fisnike. Ki parasysh dhe diçka. Ti je një gomar, por kjo nuk është fyrje, kjo është nder. Ti je i fortë, i duruar, i thjesht, gjithmonë i gatshëm për të ndihmuar. Mos lejo që fjalët e kota të bëjnë të harrosh se sa i vlefshëm je. Gomari i vogël mori frym thellë. Për herë të parë ai nuk ndjeu më turp, por krenari. Ngriti kokën lart, i hodhi një vështrim të atit dhe i tha me zë të sigurt: Po, jam një gomar dhe jam krenar që jam i tillë. Morali i këtij tregimi: mos u tërpëro kurrë për atë që je. Vlera jote nuk matet nga fjalët e njerëzve, por nga zemra, sjellja dhe qëndrueshmëria jote. Shpesh ata nuk të kuptojnë, do të gjykojnë, por ajo që të bën të veçantë është pikërisht ajo që të tjerët mund ta keq kuptojnë. Si gomari në historinë tonë që është simbol i durimit, forcës dhe besnikërisë, edhe ti ke vlerë, edhe kur bota nuk të sheh. Krenohu për atë që je, sepse në heshtje ti je ai që mban peshën e jetës me dinjitet. Tregimi i gomarit dhe njerëzve. Një ditë një burrë dhe djali i tij po udhëtonin nëpër një fshat me gomarin e tyre. Në fillim të dy po ecnin dhe gomari ishte i lirë. Kaluan pranë disa njerëzve dhe njëri prej tyre tha:
Çfarë budallensh? Ka një gomar dhe po eci në këmbë. Burri e dëgjoi dhe vendosi të hipë mbi gomar, ndërsa djali vazhdoi në këmbë. Pak më tej, një grup tjetër njerëzish thanë: "Sa i pa shpirt ky burr, rri mbi gomar dhe lë djalin e vogël të ecë më këmbë." Burri zbriti dhe i dha gomarin djalit të tij. Pak më vonë, një kalimtar tjetër tha: "Çfarë fëmije i pa edukat, rri mbi gomar ndërsa jati lodhet duke ecur." Atëherë të dy hipën mbi gomar. Dikush tjetër tha: "Çfarë mizorësh, po e mbysin kafshën e gjorë." Më në fund të dy zbritën dhe e mbajtën gomarin mbi supe. Të gjithë njerëzit qeshën dhe i tallnin: "Shiko këta budallë, po majnë gomarin në vend që të hipin mbi të." Morali i historisë: sado të përpiqesh t'i kënaqësh të gjithë, gjithmonë do të ketë dikë që do të kritikojë. Ndaj bëj atë që mendon se është më e mira për ty dhe mos u mundo të kënaqësh botën. Të nderuar miq, nëse ju kanë pëlqyer këto dy histori të shkurtra, por me moral të lartë, ju lutem bëni like videos, shpërndajeni që të përhapim mesazhe pozitive dhe mos harroni të na bëni subscribe në kanalin ton për video të tjera më interesante. Ju falenderoj për kohën tuaj.